Një këshill si të punojmë në biznesin tonë. Edhe nëse ne krijojmë afinitet me klient. Edhe I themi o mo vllai për shembull, ose o mo Daku, ose o mo Lila çan këto apo o Noku ose tipi të tillë. Unë them të heqim përfundimisht të fjalë. Ose për shembull të rrim në mënyrë me kapele, kështu shikon? Ja. Duke punuar. Të hiqen automatikisht të lloj xhesi, e kupton edhe këto lloj fjalë. Mendimi im personal është vetëm kultura valla. Ta mirëpresësh klientin me kulturë. Përshëndetje, urdhë, faleminderit, të lutem, si do qetheni, vazhdoni punën, fokusoni gjithmonë te puna. Faleminderit në fund, kjo është, që të keni edhe shumë punë dhe të keni edhe shumë sukses në punën tuaj.